Me një koncert solem të organizuar nga nxënësit e shkollës së muzikës Lorenzo Antoni në Prizren dhe studentët e Fakultetit të Arteve nga Universiteti Haxhi Zeka në Pej, është përcjellur në pension përmes miqve, kolegëve, familjarëve e përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme të vendit, drejtori i këtij institucioni arsimor Vesel Krasniqi. Me rastin e pensionimit të drejtorit të shkollës së muzikës Lorenzo Antoni në Prizren, Vesel Krasniqi, ditë më parë u organizua një koncert solem në nder të kontributit të tij shumë vjeçar në këtë institucion arsimor. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit, nxënës, kolegë, miq dhe familjar të drejtorit. Nënkryetari i komunës së Prizrenit Kujtim Gashi vlerësoi kontributin e drejtorit Krasniqi në shkollën e muzikës dhe bashkëpunimin e tij me komunën. Është padyshim kënaqësi e veçantë të jemi sot këtë ceremoni bashkë me drejtoreshën dhe stafin e drejtorisë së arsimit. Ju shëndet fat drejtorit që po përfundon këtë mision. Unë besoj që më shumë sekret ka mësuar familja që ka më pas tash më shumë shpirt. Për shkak se drejtori ka pas një përkushtim të jashtëzakonshëm, ku pas fatin me njoftë dikon prej vitit 2008, vetëm si kontori këtë institucioni shumë të rëndësishëm që ka qyteti ynë, që ka faktin e pas, se gjithë qytetet e kanë këtë shkollë. Pastaj edhe si drejtor i shkollës, bashkëpunimin me komunën, e natyrisht që ka qenë një personalitet i veçantë, s'ka pritur asnjëherë një përgjegjës komunës, me organizu programe të ndryshme, e prit mysafirë ndryshëm. Drejtoresha e arsimit Luljeta Vesela Gutaj në shem falënderimi për punën e Krasniqit ndër vite i ndau një mirënjohje, duke cilësuar atë si shembull i përkushtimit dhe punës së palodhshme. Me emocion, por njëkohësisht edhe me krenari, lëm pas 5 vite bashkëpunimi, suksesi, përkushtime dhe punë e cila ka treguar rezultate konkrete në udhëheqjen tuaj si drejtori i kësaj shkollës, para sa ne nifemi dhe kemi bashkëpunuar. Gjitha sfidat cilat i kemi kalu për 5 vite, drejtori ju mbet në një shembull i përgjigjes, i përkushtimit, të asaj se institucioni duhet të respektohet, institucioni duhet të vlerësohet, po edhe duhet të lartësohet. Një fjalë rasti për të pranishmit mbajti edhe miku i drejtorit, profesori biologjisë Kazmen Beçaj, i cili teksa ndau disa nga kujtimet më të veçanta për mikun e tij, theksoi se ky është vetëm fillimi i një etape të re për të. Sot më kujtohet kur patë mul në punë të sallës arsimtare në shkollën e mesme teknike, si ti të rinj, plot shpresa dhe ëndra. Edhe sot jemi të ri, po në vend të shpresave dhe ëndrave kemi rrullat në barë, plot të bardha. Duke i uruar pensionimin, më duhet të them se kjo në përsun është vetëm një kapitull i ri, me sfida, me kërkesa, me dëshira të reja, dhe çdo ditë të nesërme duhet të falendroj Zotit dhe ta gëzoj si një ditë të re dhe një kazmen të ri. Urime rëse. Në fund, drejtori tashmë i pensionuar i shkollës së muzikës Lorenzo Antoni, Vesel Krasniqi, falenderoi familjen, miqtë dhe kolegët e tij për mbështetjen e vazhdueshme, si dhe përfaqësuesit e institucioneve arsimore dhe komunale për bashkëpunimin e mirëfillt gjatë kësaj periudhe. Periudha e drejtorit ishte periudhë që ishte përqësi më madhe, aktivitet më shumë, por këtu ishte ndihma më shumë të ndihma familje që e nërësoj dhe e respektoj dhe e falenderoj familjen time të cilën e ku pasë të të gjatë kësaj periudhe 13 vjeçare kemi pasur edhe sfida, kemi pasur edhe laudata, por të detaj sfidat të cilat kemi pas, kur ne donim të shkonim diku jashtë shtetit për të performuar me nxënës, ishten disa rreziqe që duke aplikimin e vizave, jo mjetët financiare, e kështu me radhë. Dhe prapë se prapë me e dole. Gjithë dhe dëshiroj pensionim, inshallah ta Zotit ta mërini me shëndet e faqetëvar. Ju faleminderit shumë dhe mirë të takoshëm për mira për kësimi inshallah.
koncert klasik nga nxënësit e këtij institucioni arsimor dhe studentët e Fakultetit të Arteve nga Universiteti Haxhi Zeka në Pejë.